Për të folur për çështjet e sigurisë në vend dhe temetat që mund të sjellë mos formimi i institucioneve të vendit, me mua në lidhje direkte është Arben Dashefci, ekspert i çështjeve të sigurisë. Zoti Dashefci, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodes. Faleminderit juve, ju përshëndes, mirë që u gjeta. Nderuar, besoj se keni pa të gjitha ato se çka ka karakterizuar kuvendin sot. Si keni pa ju të gjitha zhvillimet dhe sa është e dëmshme mos formimi i institucioneve sa i përket sigurisë në vend? Po sa i përket sigurisë në vend, domethënë Republika e Kosovës i ka të konsoliduara institucionet e sigurisë, ku punojnë në 24 orë dhe në 7 ditë javës çështjet e tyre operative, që nuk janë varur edhe prej çështjeve politike, domethënë së dyti Republika e Kosovës ka edhe komandantin e forcave, komandantin e përgjithshëm forcave të armatosura të Republikës Kosovës në këtë rast. Mirë për në atë aspektin geopolitik dhe geostrategjik, natyrisht është e dëmshme, sepse duke i pas parasysh se si po janë veprimet tash këtu në Ballkan ose në Evropë, ose rreziku nga Serbia, rreziku nga Dodik, rreziku nga Rusia, që i kanë apetitet e tyre, domethënë gjithmonë të zhvilluara për Ballkan, posaçërisht në Bosnjë, por shumë pak në Republikën e Kosovës. Ne duhet të kishim institucione tashmë të konsoliduara, duke pas parasysh edhe sigurinë kombëtare të Republikës Kosovës, sepse duhet jemi bashkë, duhet ta krijosh ti një qeveri gjithëpërfshirëse, një qeveri që nuk ka probleme ose stagnime, që ta nxjesh ti atë hapin tënd gjeopolitik, sepse gjeopolitika ose gjeostrategjia me gjithë këto veprime të shpejta nuk të pret ty si Republikë. Ne e kuptojmë që ende nuk jemi në atë prioritetin establishmentit Trump, por duhet ta dish që herë do kur duhet ta krijosh qeverin, sepse do të përballesh me dialog dhe do të përballesh me ato problemet që të takojnë dhe ti duhet ta kesh atë përgatitjen e duhur, ta kesh qeverin që t'ju dalësh barierave ose sfidave përpara dhe stagnimi, gërçi ose blokada më spaku i shkon në dobi Republikës së Kosovës dhe më së shumti i shkon në dobi, domethënë të tjerëve që nuk ja dojnë të mirën Republikës së Kosovës, e dojnë turbullirën dhe këto ojrat e turbullta, ashtu siç kanë qenë edhe më përpara, por kjo tash nuk është më e nevojshme dhe 5 ose 6 herë tash ti të dështosh dhe të kalosh një ngërç ose një blokadë, kjo definitivisht nuk i konvenon Republikës Kosovës dhe i shqetëson qytetarët, sepse qytetari ka votu që ta ketë një qeveri stabile kësiheri, ka votu që duhet ta keshti një koalicion, dhe ai koalicion duhet bëhet dhe duhet lihen këto inatet politike dhe të shoqërohet siguria kombëtare ose çështjet nacionale të Republikës Kosovës që po e presin tashmë. Zoti Dashefci u tha se do të ketë edhe zgjedhjet e reja, ashtu siç propozuan disa nga kandidatët si nga pozita, ashtu edhe nga opozita për shkruarjen e zgjedhjeve. Pra do të thotë që do të ketë zgjagitje edhe më tepër të procesit të zgjedhjes së qeverisë së vendit. Por kjo për sigurinë e vendit, a do të thotë edhe rëndim i më tepër i gjendjes të sigurisë në vend, duke ditur se kohët të fundit jemi ballafaquar me shumë provokime nga Serbia? Vetë fjala do me thonë që po stagnon dhe vetë fjala që ti po takohesh çdo 48 orë në kuvendin në Kosovës dhe nuk po mund të merren vesh partitë politike që nuk janë armiq mes vete, të gjithë janë të Republikës Kosovës, nuk po munden të konsolidohen ose nuk po munden ta gjejnë një fjalë të përbashkët. Normalisht është shumë normale që e rëndon atë situatën politike i jashtme, domethënë, por edhe sigurinë nacionale të Republikës Kosovës. Apetitet e Dodikut më po i shohim, apetitet e Vučićit tashmë janë një ora për Republikën e Kosovës. Ky vend është sulmuar 2 herë, domethënë me sulm terrorist, nuk ka çka të shtohet këtu në aspektin e sigurisë sepse nuk don më shumë debat. Normalisht që nuk ish dashur të shkohet prapë në zgjedhje, normalisht që më të shumë ti do t'i konvenonte që ta kemi një qeveri sa më shpejt, sepse zgjedhjet vetëm se prolongojnë kohën dhe i ke ato barierat, stagnimet dhe kush të pret ty tash në gjeopolitikë ose në gjeostrategji që ta krijosh dikur qeverinë mas 2 ose 3 muaje.
Unë mendoj që kjo nuk i konvenon Republikës Kosovës dhe siç e përmenda në aspektin operativ i ke konsoliduara institucionet e Republikës Kosovës, janë ato operative, janë të pavarura, mirë po ty dvynë edhe politika edhe diplomacia, sepse pak këto nuk mund të funksionoj, ti je shtet demokratik dhe para se gjithash je shtet edhe parlamentar, andaj konsolidoj institucionet dhe mere hapin, si që po e mere hapin edhe Evropa, në këto kohërat sfidave të mëdha në aspektin e sigurisë në botë, duke pas parasysh tashmë së fundi që edhe krizën mes Pakistanit dhe Indisë, në problemin me Kashmirin atje, do me thonë vatrat e krizës vetëm se po hapen, asnjë deri më sot nuk është mbyllur, ne të gjithë kemi qef që të mbyllen ato vatra, po saqërisht ne që kemi kaluar një luftë përgjakshme, kur kemi humbur shumë njerëz, shumë luftarë, shumë civil, shumë martir, por edhe në kohë të paqes kemi humbur, do me thonë, edhe polic, që është e papranueshme, ti duhet të konsolidohesh, duhet të bëhesh bashk për hir të sigurisë nacionale dhe qytetarëve të Republikës Kosovës, sepse qytetarët e kërkojnë një unitet. Sigurisht, do t'i ta shefsi u pa kryeministri i vendit teksa po shkonte në kuvendin e Kosovës pati një numër të madh të forcave të sigurisë. Po ashtu u pan edhe disa me antiplum të cilët i qëndronin afër. A është kaq keq gjendja e sigurisë në Kosovë sa që të shihet presidenti me një numër aq të madh të tuprojeve teksa kalonte në një pjesë shumë të vogël nga vendi ku qëndron kryeministri tek vendi i kuvendit të Kosovës është një pjesë shumë e vogël ku duhet kalohet në këmbë, pra. Jo, unë nuk mendoj ashtu që është rrezik, është pjesë e punës operative të policisë të Republikës Kosovës. Ata ndonjëherë marrin ato veprimet e tyre operative që janë tërësisht normale, sepse është punë e tyre 24 orë 7 ditë javës që ta bëjnë atë analizën e tyre se si të veprojnë, sa t'jenë dhe si t'jenë, por nuk e shoh, jo, në atë aspekt nuk e shoh asesi si rëndim të sigurisë, ose si ndonjë tentim për diçka të keqe, në atë aspekt, do me thonë, nuk pajtohem sepse e gjithë është në rregull, por është edhe punë operacionale e policisë që në raste të caktuara, në vende të caktuara, në kohë dhe hapësirë të caktuar, veprojnë ashtu si veprojnë, ashtu edhe duhet veprojnë sepse është vetëm punë policore dhe ata më së miri dinë çështjet operative që nuk e cënon në asnjë mënyrë sigurinë e brendshme të Republikës Kosovës, sepse nuk ka kush na cënoj. Zotëri Dashefsi, me qenë se përmendëm policinë e Kosovës, ne kemi parë se janë bërë disa arrestime në Kaçanik në lidhje me vrasjen e ish rështerit atje. Si e keni pa ju të gjitha zhvillimet që ka ndodhur këto ditë në Kaçanik dhe arrestimet dhe motivet që kanë shtyr deri tek vrasja e rështerit? Po padyshim se kur të vrahet një polic i Republikës Kosovës, ashtu siç kemi heronj edhe më përpara rështerin Bunjaku dhe pastaj në vitin 2011 kemi pasur edhe policin që na është vrarë. Pra të gjithë janë heroj dhe kur të vrahet ty një rështer policor, nuk duhet të harrojmë asesi se në aspektin e sigurisë është atakuar institucioni. Dhe kur atakohet institucioni, atakohet Republika e Kosovës. Është totalisht e papranueshme që të çohet dorë në policinë e Kosovës, në këtë rast rështerin e policisë Kosovës. Ne nuk duhet tash ngutemi me qasje dhe të plasim duke pas parasysh se çfarë senzitiviteti ose çfarë kompleksiteti ka ky rast, me ato çka i kem parë, do me thonë, televizionet tona pranë burimet hapura, nuk është përmendur askund, do me thonë, që mund ndodh ose është ndonjë akt terrorist, kanë prirje, do me thonë, është cekur se kanë prirje për qasje, do me thonë, ekstremiste, do me thonë, kjo shkakton normal shqetësim të qytetarët, mirë po shqetësimin e shuajnë organet tona të sigurisë, organet tona ndjekjes dhe organet tona drejtësisë, dhe ne duhet t'i besojmë dhe jemi të prirur 100% t'i besojmë vetëm atyre se si dalin ata me analizën e tyre ose me hetimet e tyre, kurse ne qytetarët të Republikës Kosovës definitivisht se duhet jemi të prirur që t'ju besojmë, duke pas parasysh edhe rastet e fundit tash dje ose sot, kur bëjnë edhe bastisje tjera, arrestojnë edhe njerëz të tjerë. Do me thonë, e gjithë qasja është preliminare, është në procedurë, hetimet janë vazhdim, mund të arrestohen edhe të tjerë, por që
institucionet e Republikës Kosovës janë të përgatitura plotësisht, duke pas parasysh se kanë eksperiencë të hatashme tash e 24 vite, që t'ju bojnë ballë çfarëdo ekstremizi, që çfarëdo lloji, sepse jemi shtet i pavarur dhe sovran me institucione domethënë të konsoliduara dhe problemeve ju dalin përballë menjëherë, sepse puna e policisë, prokurorisë dhe drejtësisë ka qenë domethënë e shkëlqyeshme, mirë po sensitiviteti i rastit është sensitiv, duhet përmbahemi që të gjithë të çka flasim dhe si flasim, dhe t'i përcjellin domethënë organet tona, dhe t'ju besojmë vetëm aty nëse si dalin ata me deklarata dhe as kujt tjetër, sepse organet tona kanë dalur prej popullit dhe ne jemi të prirur t'i besojmë vetëm atyre. Zoti Rashevsi, megjithatë hetimet tashmë kanë marrë thojse një epilog të saktuar, ku po dihet pak a shumë se arsyet pse kanë çu deri tek vrasja e rështerit. Kemi pa shumë të ri të involvuar në këtë rast, disa prej tyre edhe djemt, njëri prej tyre në fakt djali i një ish polici. Si e keni pa ju të gjithë këtë situatë dhe mbarvajtja në hetimeve që kanë shkuar deri atje dhe arrestimet që thuaj se kanë të bëjë edhe me çështjet fetare, pra? Po do me thonën tash këto ekstremizmet ose qastjet ekstreme të rinjve në Republikën e Kosovës, që definitivisht se janë vetëm gjëra të izoluara, faji është të gjithë, do me thonë, se nisur sparit e familja, sepse familja është institucioni kryesor në Republikën e Kosovës. Të gjithë prindrit, do me thonë, duhet t'i kontrollojnë edhe fëmijët e tyre, sepse ke përgjithësi, sepse është fëmija yt, dhe duke pas parasysh tash edhe teknologjinë ose rrjetet sociale të ndryshme, siç janë TikTok dhe të tjerat, dhe qastjet e tyre ose fjalët e tyre, të këtyre fëmijëve, të këtyre të miturve, se si flasin, unë mendoj që s'pari duhet prindja ty ta shiqoj fëmijën e vet, dhe pastaj ato çështjet e edukimit, domethënë shkollat, psikologët, profesorët, dhe tek pastaj edhe organet e rendit. Pra këtu është një zinxhir, një hallk, dhe duhet, ne nuk kemi praktikisht një analizë të mirëfillt empirike në aspektin e kriminalistik, që të burojë, që të gjejmë, do me thonë, shkakun, etiologjin ose fenomenologjin, që të gjejmë rënjët, se ka po vim këtu, vetëm kur po në ndodhin rastet, ne atëherë, do me thonë, po veprojmë, që është e papranueshme, sepse ne duhet ta kemi një strategji se si të veprojmë dhe si të dalim ballë këtyne problemeve, t'i risocializojmë, do me thonë, këta të rinj, që t'i flasim edhe në shkolla, edhe në për institucione fetare, edhe në familje ose krejt. Por që ta cenojmë më Republikën e Kosovës në këtë aspekt, praktikisht në shot pamundshme, sepse organet tona e kanë treguar shumë vetën suksesshëm të kaluarën, po e tregojnë, do me thonë, edhe tash, dhe si pas mendimit tim do të tregojnë edhe në të ardhmen që mos lejohet kjo në Republikën e Kosovës, asesi në asë një rast, asë në kohë dhe në asë në hapësirë. Zoti Rashevsi, dhe për fund u tha se edhe arma ishte njëri prej zyrtarëve të policisë së Kosovës, pra që u gjujt rështeri Lika. Si është kjo puna e përdorimit të armëve dhe mbajtja e armëve edhe në shtëpi? A është rrezik për qytetarët, për shembull, me qenë se djali i tij ka pasur çastjet e lehta dhe ka marrë dhe ka dalë me të? Për atë arsye, unë thash, familja, do me thonë, është institucioni kryesor i Republikës Kosovës dhe institucioni gjithka në botë në shtetet bashkohore. Sa i përket armës ose armëve, është ligji në fuqi i armbajtjes, por edhe armbardhjes. Tash ne nuk e dim a kanë qenë ajo armë që ju po e thueni me leje ose pa leje, mirë po kanë qenë edhe organet tona të sigurisë ose të policisë që janë deklaruar për këtë rast se janë ende në ekzaminim, janë ende, do me thonë, në hetim, ende është në procedurë dhe ne duhet presim ato, do me thonë, në përfundim që është që quhet përfundimtare të organeve të sigurisë dhe tek pastaj, do me thonë, të përgjigjemi ose ta japim një analizë mirëfillt, një analizë të sinqert dhe një analizë të saktë. Zoti Rashevsi, vetëm për fund do kisha dashur të pyes edhe për një çështje. Ne kemi pasë së fundi ka ndodhur disa vrasje në vendin tonë. Çka mendoni se çka e ka shtyr që këto vrasje të jenë në këtë numër goxha të madh për shkak të popullsisë dhe vendit të vogël që jemi neve këtu? Motivet e vrasjeve në Republikën e Kosovës janë ndryshme.
ku domethënë ndodh një rast i vrasjeve kurse pas një javë se po ndodhin aq shpesh, sa ai rasti më i rënd po harrohet për 4-5 ditë, sepse po ndodh një rast ose vrasje edhe më e rënd se ajo paraprakja, definitivisht duhet të rishikohet edhe ligji për armbajtjen pa leje, sepse këtu ka konfuzion. Armbajtje do të thotë që ti ta mbash armën në shtëpi dhe jo ta mbash në brez dhe të shëtitesh me to, sepse për armbajtje dhe armbartje që është totalisht tjetër gjë, është Policia e Republikës Kosovës dhe organet sigurisë që quhet mjeti dhunës legale. Ata janë për armbajtje. Kurse të paramendoni se sa armbajtje, sa armë ilegale janë në Republikën e Kosovës, përmi se 300.000 armë janë duar qytetarëve të Republikës Kosovës, domethënë e kanë këtu për armën ilegale që e mbajnë, çka i nevojitet qytetarit të Republikës Kosovës, arma ilegale kur ti ke policinë e Kosovës, ke ushtrinë e Kosovës dhe i ke institucionet tjera të sigurisë, andaj kjo është e papranueshme dhe duhet të hartohet një strategji e mirëfill. Ne patëm pak probleme me rjetin, po besoj që do ta kemi përsëri zotit Dashefsin. Sot tema e vrasjeve në vendin tonë aktualisht është kthyer në një temë të përditshme, fatkeqësisht duke ditur se ka pasur goxha shumë vrasje kova të fundit. Zoti Dashefsi, apo na dëgjon përsëri? Po ju ndëgjoj mirë. Mbetëm tek tema e armbajtjeve pa leje, ju thatë se ka një numër të konsiderueshme të këtyre armëve të cilat janë në vendin tonë. Pra, a mendoni se duhet keti një aksion policor që të azhësohen këto armë në mënyrë që siguria në vend të jetë më e madhe? Po padyshim se duhet shpallët edhe një herë, domethënë ajo amnistia për dorëzimin e armëve që të stimulohen edhe qytetarët e Republikës Kosovës, pse jo kush e dorëzon armë që ta ketë edhe një shpërblim të vogël në lavatriqe ose pjesë të shtëpisë, vetëm që të arrihet të rezultati, sepse kur keti ashtu shumë vrasje ke edhe shqetësim dhe shkakton shqetësim, domethënë të qytetarët e Republikës Kosovës dhe për të hekur shqetësimet të qytetarët e Republikës Kosovës është të nevojshme një amnistim, janë të nevojshme metodat pozitive që shpallen nga organet e sigurisë, vetëm se këto armë ilegale të largohen nga qytetarët e Republikës Kosovës, sepse arma ilegale nuk ka çka kërkon të qytetarët kur ti ke institucionet e konsoliduara në Republikë dhe funksionojnë shumë mirë. E vërtet, zoti Dashefsi, unë falenderoj shumë për kohën që ndave për Infodin dhe të në dhatë të gjitha këto informacionet mjaft të rëndësishme për të gjithë qytetarët e vendit. Ju faleminderit juve, nder dhe privilegj, ju uroj punë të mbarë. Faleminderit shumë. Ne do kthehemi në studio për të diskutuar me temën që kanë të bëjë me kryeqytetin. Atje dje ka dështuar zbatimi i planit të zhvillimor të Prishtinës, ku kërkuar një numër i votave, por që dështoi seanca. Atje, për të folur më shumë për këtë çështje, do të kemi Dritan Tallfari, i cili do të na njoftojë më shumë për gjithësurinë e kësaj seance. U kthehem në studio për të diskutuar një temë jashtëzakonisht e rëndësishme, siç është plani zhvillimor që ka të bëjë specifikisht me Prishtinën. Për të folur për këtë çështje është Dritan Tallfari, i cili do të njoftojë më shumë në lidhje me të gjitha të rijat që kanë të bëjë posaçërisht dje me komunën e Prishtinës, ku nuk kaloi plani zhvillimor. I nderuar, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë në Infodin. Faleminderit për juve. Do e kishim nisë fillimisht të flasim në mënyrë specifike se çka është plani zhvillimor për të kaluar deri në temat që kanë të bëjnë me Prishtinën. Po, plani zhvillimor komunal, ashtu quhet, është një dokument strategjik i cili rrjedh prej ligjit për planifikim hapësinor. Domethënë është obligim ligjor për të gjitha komunat që duhet mos pari ta përpilojnë këtë program, po mandej edhe nga Asambleja Komunale ta miratojnë, edhe në një farë mënyrë me qenë se është dokument strategjik, i bie që t'jetë edhe një udhërofyes ose një, si me thënë, objektiv për realizimin e programeve të ndryshme sa i përket nivelit komunal. Kush e bën këtë plan
Inderum, plani zhvillimor komunal duhet më bë nga të gjitha komunat e Kosovës. Domethënë është obligim ligjor për të gjitha komunat e Kosovës, jo vetëm për Prishtinën, ku në këtë plan zhvillimor parashihet zhvillimi i atij qytetit për 8 vjetët e radhës. Domethënë aty parashihet duke filluar nga aspekti urban, meqense ndoshta në për qytete të ndryshme zakonisht kur përmendet qyteti, asociacioni i parë është aspekti urban. Domethënë plani zhvillimor flet për rregullimin e urban të një qyteti, po ndër të tjera është në plan zhvillimor parashihen edhe rregullimi i shëndetësisë, rregullimi i arsimit, rregullimi i infrastrukturës, rregullimet ligjore të ndryshme për taksa. Domethënë është një dokument jashtëzakonisht i rëndësishëm në nivel lokal, i cili e orienton komunën se siç e tha se ka duhet më orientu në 8 vitet e radhës. Mirë, po kur bëhet ky plan zhvillimor? A ka ndonjë periudhë të caktuar se kur duhet bëhet plani apo do bëhet atëherë kur jepet mundësia komunave të caktuara? Po prej daljes ligjit diku rreth 15 vjet, komunat jo po të gjitha komunat i kanë plane zhvillimore komunale, meqense kanë mandatin 8 vjeçar, i bie që pas përfundimit të mandatit ose të afatit 8 vjeçar, i bie që komunat duhet ta ripërtrin planin zhvillimor edhe t'i përshtatin me nevojat e reja të cilat në ndërkohë rrjedhin. Është interesant me thënë se si dokument strategjik e ka afatin 8 vjeçar, edhe në rastin kur miratohet, është i pamundër ndryshimi i planit zhvillimor komunal, që i bjerë që është një dokument, nëse ndryshon pushteti lokal, i bjerë që është një dokument imponues për ka do që i vjen i ri për me marrë mandatin e udhëheqjes së komunës. Pra, kjo i bie që Komuna e Prishtinës tashmë po e formulon këtë plan zhvillimor në fund të mandatit, pra kur pritet që në vjesht do kemi zgjedhjet e ardhshme. A ishte kjo pikërisht arsyeja pse ju e patët këtë reagim apo pati ngecje tek plani zhvillimor? Për me qenë sinqert, ka disa vjet, është rreth 2 ose 3 vjet që drafti i planit zhvillimor komunal është i gatshëm, mirë po ka probleme ose ndërskamca që themi ne në mes të pozitës edhe opozitës nëse duhet me kalu ky plan ose jo. Meqense kemi të bëjmë me një plan, siç e them, shumë të rëndësishëm, faktikisht dokumenti më i rëndësishëm në nivel lokal, atëherë me patjetër ishte dashur me pas konsenzus në mes të gjitha partive politike, se këtu nuk po flasim për një program partijak, po flasim për një program zhvillimor komunal, ku të gjitha partitë duhet të marrin pjesë në përpilimin e këtij programit, për ma tepër në përpilimin e këtij programi me patjetër duhet të marrin pjesë edhe vetë qytetarët e asaj komune, në këtë rast qytetarët e Prishtinës. Një ndër vërtetjet e mia, meqense kam qenë kundër aprovimit të programit të PZK së Prishtinës, një ndër arsyet kryesore ka qenë se nuk ka pas transparencë të mjaftueshme, ose më mirë me thënë, nuk ka pas angazhim të mjaftueshëm të qytetarëve gjatë procesit të draftimit të planit zhvillimor komunal. Mirë, apo ka pasur interes nga ana e qytetarëve që të bëhen pjesë të këtij plani? Po nuk ju është ofruar si mundësi. Edhe pse në fakt ligji e lejon një gjë tillë, për me qenë kështu korrekt, domethënë lejohet që programi me qenë i mbyllën, e mandej është një proces diku rreth 1 mujor, ku pritet që të ketë dëgjim publik edhe intervenim nga qytetarët. Mirë, pa ajo çka duhet të ndodhte dhe çka duhet të ishte korrekte, me qenë se Prishtina është kryeqyteti i Kosovës, në një farë mënyrë duhet të ishte edhe shembull edhe për komuna tjera. Komuna e Prishtinës është dashur me mu konsultu edhe me lagje edhe me qytetarë, se në fund ditës ky program po bëhet për qytetarët e Prishtinës, nuk po bëhet për vetë komunën e Prishtinës. Ashtu që konsultimet reale me qytetarët e Prishtinës për realizimin e këtij programit kanë qenë të mangëta.
Mirë po, kemi parë edhe bashkëpunimin ndërmjet partive për hartimin e këtij plani të zhvillimor për komunën e Prishtinës nuk ka qenë atë që i duar. Se e keni pa ju gjithë këtë mënyrë të mbarjes së këtij vendimi nga ana e komunës e Prishtinës për të zbatuar këtë plan zhvillimor duke mos pasur një bashkëpunim të mirë edhe me partitë e tjera? E thash me qenë se kemi të bëjmë një program tepër të rëndësishëm, në këtë rast kryetari i komunës ose partia e cila udhëheq me Prishtinë është të dashur me gjetë formë të mirëfillt të komunikimit me opozitën, në një farë mënyrë me marr parasysh edhe vërejtjet edhe sugjerimet e tyre, cilat do që të kenë qenë ato, edhe të ketë një debat të hapun, transparent, edhe të shihet se ku kanë qenë ato ngjecje, për arsye se edhe ky proces i komunikimit në mes të partive brenda komunës së Prishtinës nuk ka qenë transparent, dhe ne edhe sot e kësaj dite nuk e dim saktë se pse opozita nuk ka pranuar aprovimin e këtij plani që 1 vjet e gjys. Domethënë dje ka qenë mbledhja e asamblesë komunale, e jashtëzakonshme, unë nuk e di pse e jashtëzakonshme kur ka pas një afat kaq të madh, domethënë nuk ka asgjë jashtëzakonshme këtu, pse kjo nguti e pushtetit lokal. Sidoqoftë, dje ka pas mu miratu hapja e procedurave për dëgjim publik, e cilat zgjasin për 30 ditë, mirë për nuk pat quorum. Domethënë për 26 asamblejistë që është dashur me qenë në sallë, prezent kanë qenë 21 ose 22, ashtu që kjo ka qenë arsye pse dështoi dje miratimi i këtij vendimit. A u bë mirë që dështoi apo jo? Po, u bë mirë që dështoi. Do kisha dashur mendimin tënd nga ana profesionale, pra si njësi këtyre që për disa u bë mirë për disa arsye, njënën e përmenda, domethënë si arsye kryesore ndoshta është mungesa e transparencës, meqense se si proces i përpilimit të këtij programit nuk janë marrë parasysh interesat e qytetarëve të cilët jetojnë ose në spaku nuk janë konsultuar në nivelin e duhur qytetarët për përpilimin e këtij programi. Kjo është arsyeja numër 1. Një arsye tjetër e përmendet edhe ju, është fakti se dikun në vjesht priten më mbaj zgjedhjet e radhës, edhe konsiderohet jo korrekte që një pushtet ta miraton planin zhvillimor komunal 8 vjeçar në përfundim të mandatit. Mirë pa dhe ky pushtet e ka trashëguar nga një mandat tjetër, pra. Faktikisht 2 ose 3 vjetët e fundit kemi punu me një program, është e vërtet kjo, me një program të stërvjetruar, domethënë edhe ati programit kalum i kanë kalu 8 vjetë, meqense në ligj thuhet 8+. Domethënë lejohet që programi me zgat mbi 8 vjetë, por nuk mund të ndrohet nën 8 vjetë. Që i bjerë që për arsyet ndryshme është bërë zhagitja, shtyrja, ato që i përmendëm, domethënë për shkak të ndërskamsave në mes të partive politike, nuk është gjetë konsenzus, ta shtrohet pyetje nëse nuk është gjetë gjuhë e përbashkët mes brenda 2 ose 3 vjetë, pse po kërkohet me aq ngulm që në fund mandatit të kërkohet kjo. Ndoshta kanë mbetur disa çështje të pazgjedhura në komunën e Prishtinës dhe për këtë arsye kërkohet hartim sa më i shpejt i këtij plani zhvillimor. Po këto për momentin mbeten pak hipotetike, meqense për shkak të mungesës transparencës ne nuk e dim saktë se cilat kanë qenë zënkat ashtu ta quajmë mes të pushtetit edhe opozitës lidhur me vetë planin zhvillimor komunal. Mirë, vërejtjet e mia si njohës i kësaj teme janë domethënë e para e tregova domethënë mungesa e transparencës, e dyta domethënë e kemi të bëjmë me një program i cili po tentohet të shtyhet në fund të mandatit, që është jo korrekte. Personalisht kam edhe disa vërejtje në kualitetin e këtij drafti. Domethënë ne e dim që para disa muaje kanë dalë statistikat e reja ose dhënat e reja nga Agjensioni i Statistikave të Kosovës,
edhe nuk ka pas afat të mjaftueshëm që të dhënat ose statistikat e Agjencionit Statistikave të analizohen edhe të përfshihen në programin e ri, pra në planin zhvillimor komunal. Mirë po, këto statistika do i kishin shërbyer zakonisht shumë në hartimin e një plani të mirëfillt, themi, për Prishtinën, duke ditur se është kryeqendra e Kosovës. Po, përpilus të politikave ose të dokumenteve strategjike, dihet mirëfilli që kur të bëhet zhvillimi në një strategji të caktuar, informatat e para të cilat janë tepër me rëndësi janë statistikat. Nëse kemi statistikat të stërvjetruara të vitit 2011, si mund të presim që të kemi një dokument, si me thënë, kualitativ, në qoftë se nuk i kemi statistikat e fundit. Ashtu që unë isha, si me thënë, i lumtur që nuk kaloj ky plan zhvillimor, meqense mendoj që do të më pritet edhe pak, do të mbahen zgjedhjet e reja komunale. Është një draft i mirë, nuk është që drafti është edhe aq i keq, mirë, po ka nevojë edhe kualitativisht të përmirësohet, edhe t'i lihet si dokument pushtetit të ri lokal që të merret edhe ta zhvillohet. Mirë po, një pyetje desha të ndërlidhem tek plani zhvillimor, meqense thatë se është 10 vjeçar. A ka diçka mangësi që ka pasur ai plan zhvillimor ekzistues, pra, dhe që ka pengu Prishtinën dhe në cilat hapa e ka pengu në zhvillimin e saj? Po, plani zhvillimor komunal i kaluar, domethënë, ka pas si prioritet zhvillimin urban, ose ma mirë me thënë ndërtimin e banesave shumë kaqe. Mirë për nata jemi dëshmitar që Prishtina, me qenë se po flasim për Prishtinën, është të stërmbushur me ndërtesa. Kudo që i hes në për Prishtinë ishe kamiona, vinqa, domethënë vend puniste, edhe statistikat, me qenë se i përmendim të fundit, po të regojnë që nuk ka nevojë ka nevojë edhe pak, po jo aq shumë për ndërtim në Prishtinë, me qenë se vetë tash për momentin i kemi dikur 30% të ndërtesave të cilat janë të pashfrytzuara. Domethënë nëse na i kemi vetë tash 30% të ndërtesave të pashfrytzuara, duhet të bëhet një analizë mirëfillt nëse ka nevojë që të vazhdohet me trendin e ndërtimit, apo sipas mendimit tim, tash në planin e ri zhvillimor komunal, fokusi duhet të jetë patjetër në gjelbrimin e Prishtinës. Domethënë tash në një farë mënyrë duhet të fillon të stopohet pak ndërtimet e banesave shumë kaqe, edhe orientimi duhet të jetë më tepër në ndërtimin e parqeve të reja, të fushave të ndryshme për rekreacion ose sport, për vende ku munden me dalë qytetarët për me kalu një kohë të lirë, domethënë në një farë mënyre fokusi duhet të jetë aty që Prishtinës të fillohet i kthehet fryma, meqense në një farë mënyre Prishtina është ngulfat prej betonit, domethënë duhet orientimi i PZK-s së re duhet të jetë në drejtim të gjelbrimit. Po jemi tek gjelbrimin, e kemi pasur që shumica e banesave kur e prezantojnë planin e tyre kanë edhe një pjesë, një kënd të gjelbrimit, mirë po jo shpesh herë shohim atë kënd. Mund të jetë vetëm një fotografi për ta blerë banesën, edhe një farë mënyrë, një farë tërheqje e njerëzve që duan ta blejnë një banesë në një vend të caktuar, ndërkohë që nuk ka askënd të lodrave, askënd të gjelbrimit. A duhet ketë kjo si kush do që ndërton një banesë të ketë këto rekreacione për qytetarët? Po, sipas ligjit për ndërtim, në një parcel të caktume, lejohet që 40%, 40% të zënë, domethënë shputa e objektit, ndërsa 60% duhet të jetë gjelbrim, vend parkim, ose domethënë vend për bashkë... Atë vend parkingin e shohim çdo herë, po këtë pjesën tjetër... Po kemi parking. Dorën në zemër, kohëve të fundit, kjo gjendje është përmirësuar dukshëm, domethënë në banesat të cilat sidomos janë ndërtuar në 5 ose 10 vjetet e fundit, kjo
norm aplikohet. Do më thënë, kemi 60% që do më thënë, i dedikohet gjelbërimit edhe parkingimit. Kjo për dy arsye. Arsyeja e parë është se kontrolli edhe nga nivelli komunal është më i madh, do të thënë kontrollohet nëse po plotëson këto kriteret. Edhe e dyta, për shkak të konkurrencës, për arsye se në Prishtinë kemi një numër të madh të ndërtesave, të secili investitor e ka parasysh që për me mund me shit banesat duhet që të jetë më kreativ edhe duhet që të lejon që të ketë edhe gjelbërim edhe parkim. Mirë po, kur po flas për gjelbërim, absolutisht që merret parasysh edhe kjo zonë të cilën po përmendi ju me të drejtë. Mirë po, unë e kam fjalën edhe për zona tjera të cilat janë pronë e komunës, duhet të krijon parqe të mëdha, jo vetëm afër banesave ose në zonën 60% për të cilën po flasim, po duhet të jetë edhe në vendet ndryshme, domethënë duhet të krijohen. Unë e mora shembull edhe Lakrishtë, ndoshta pse banoj aty. Për shembull, gjithë lagja e Lakristës nuk e ka asnjë zonë, asnjë park nuk e ka, ose nuk e ka asnjë fush ku fëmijët ose trit ose kushdo munden më marrë me sport edhe domethënë me kalu një kohë të rekreacionit. Domethënë një lagje tonë nuk e kemi asnjë zonë gjelbërt. Vërtet ajo pjesë është e gjitha me beton. Po tash prej Lakristës do të me kalu rrugën me shku në Dardani edhe me uzurpu zonat e Dardanis për me mujtë për me kalu kohën e lirë. Po edhe Dardania s'është qëndron edhe aq mirë. Edhe Dardania ka disa parë që është pak më mirë se Lakrishta. Mirë po jo që mundet më mburr me këta. Ju keni punuar me një periudhë në kabinetin e zotëri Libona Liot, pra jeni mirë me çështjet e banimit social. Si qëndron puna tek banimi social? A kemi hapësira të ndryshme për shfrytëzimin e banimit social, apo kemi mangësi ende në këtë pjesë? Okej, më lejoni në fillim edhe këta ta shpjegoj si koncept, ndoshta për qytetar për me ditë çka është banimi social. Banimi social, edhe kjo derivon prej ligjit, domethënë shteti i Kosovës, ose më mirë me thënë këtë rast komunat e Kosovës, obligohen me ligj që të gjithë banorëve të cilët vetë nuk munden me siguru banimin, duhet ju dalin në ndihmë përmes skemave të banimit social. Me një fjalë, në qoftë është një familje me gjendje ma transsocioekonomike ose cila është, si me thënë, viktime dhunës në familje ose viktime në fjalë çështje sociale të nevojshme për banim, komuna duhet të ju dalin në ndihmë. Mirë, po çka ndodh në realitet është që komunat nuk kanë kapacitete të mjaftueshme banesore në pronë të komunës që me mund m'ju ndihmu këtyre familjeve. Komuna e Prishtinës, domethënë sipas disa statistikave, në gjithë Kosovën janë diku 50 deri 60 banesa sociale, se që ashtu të quhen, në të cilat mund të vendosen diku rreth 2000 familje. Në gjithë Kosova jemi të folë për 2000 familje që nuk është asnjë promil e banorëve të Prishtinës, nuk ka kapacitet. Mirë pa, ka kapacitet se cila prej komunës që të blej një parcel të caktuar dhe të bëj funksionale ndërtimin e banesave që do t'ju ndihmojnë të këtyre kategorive. Po, njëna prej formave është kjo, jo e më e mira e duan, për arsye se vendosja e familjeve në banesa sociale sa i ka anë pozitive që pja zgjidh çështjen e banimit, për arsye se është një nevojë elementare, në anën tjetër shkakton disa pasoja, ndër pasojat kryesore është izolimi social. Për arsye se këto familje të cilat vendosen në banesa sociale në një farë mënyrë stigmatizohen apo edhe getoizohen, për arsye se këto zakonisht ndërtohen diku në periferitë të qytetit, edhe në një farë mënyrë bahen me gjesht që këto familjet e varfuna. Mirë, po me gjitha të qytetarët, pra, sipas ligjit, duhet të dinë se kryetarët e komunës janë të obliguar që t'ju ofrojnë ndihmë
kushdo që është në skemë Absolutisht, sociale. po, Pra edhe duhet është një kërkohet drejtë e cila nuk konsumohet. me ngulmi që të bëhet kjo çështje aktive, pra. Po. Ne kemi pa shumë familje që janë skamnore, dalin nëpër televizion, në fakt se nuk e kërkojnë drejtën e tyre në vendet të duhura, pra. E duhet bëhet apel edhe të vedisohen sa më shumë qytetarë që të shkojnë në komuna dhe të kërkojnë të drejtën e tyre që ju takon me ligj, pra. Po në fakt, shfrytëzojmë në rastin e këtë emision që edhe emisionet e tilla e kanë këtë qëllim edukativ, që dhe qytetarët të cilët janë në nevojë për banim social e kanë të drejtën ligjore, që të kërkojnë nga komunat e tyre, që të trajtohen, ose më mirë me thënë të ndihmohen. Banesat sociale për cilat folim, ata që në dispozicion duhet të vazhdojnë të shfrytëzohen për këto kategori. Ka banesat të pashfrytëzueshme për kategori? Jo, do të thënë gjitha këto banesa janë të zënta, mirë po ka keqpërdorime. Problemi është që në disa komuna nuk kemi analiza të mirëfillta në këtë drejtim. Ka familje të cilat janë të vendosura me vite, ndoshta edhe me dekada, se nuk është qëllimi si me thënë, edhe i komunës që me i vendos këto familje përjetësisht aty. Ideja është që këto familje të vendosen përkohësisht, derisa të forcohen ekonomikisht, që vetë të mund të zgjidhin problemin e banimit. Se në fund ditës të jemi real, nuk është, si me thënë, obligimi komunës që me zgjidh problemin e banimit askujt. Mirë po, obligimi komunës është përkohësisht me ndihmu këtyre familjeve, më ndihmu dhe më dhënë për gjetjen e zgjidhjes së përkohshme për banim derisa këto familje të forcohen ekonomikisht. Mirë po ajo që ka ndodh në realitet në teren është që një familje të caktuar e cila vendoset në një banesë sociale, ata në një farë mënyrë e konsiderojnë se është më pronë e tyre. Edhe që thuhet nuk ka kush i jep aty në banesave. Kjo është njëna prej formave, po deshta me përmend nëse kemi kohë. Edhe ka dhe forma tjera kreative të cilat duhet të shfrytëzohen, për të cilat fatkeqësisht nuk po përdoren, nuk po shfrytëzohen në Kosovë. Ajo është komunat duhet të fillojnë të jenë, si me thonë, hisedar të banesave të cilat po banë në Kosovë. Për shembull, nëse bat një blok i banesave në një lagje të caktuar me Prishtinës, çka kanë mund me bë komuna e Prishtinës është që në vend të taksave për ato banesa të merë banesa për veti. Për shembull, nëse një bile kish mund të edhe me çmim ma të lirë me i marrë. Për shembull, nëse një kompani ndërtimore ka me pagu për supozojmë 300.000 euro për pagesë të taksave, ligji ju lejon që në vend të 300.000 euro me marrë 3 ose 4 banesa, të cilat mande kishen me kalu në pronë të komunës, e të cilat mande kishen me u shfrytëzu për kategoritë për të cilat po folim. Një ide shumë e mirë duke ditur ndërtimet që po ndodhin në Prishtinë. Absolutisht. Kjo do t'ju ke pak edhe frymarrje, se për kompaninë ndërtimore shumë a lehtë do të kishte me qenë që me dhënë banesa se me pagu pare kesh. Është kjo një temë cilën në shumë shpesh e kom hapë dhe kemi diskutuar edhe me komunat, por gjithmonë kjo ide ka hast në vesh shurdhur. Fatkeqësisht, unë uroj që këto ide edhe këto tema kaq të rëndësishme për të gjithë qytetarët dhe këtë kategori të njerëzve të cilët jetojnë në vendin tonë të bëhet të zgjidhje. Faleminderit shumë i nderuar që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodesës, të shpalosim të gjitha këto gjëra. Faleminderit për ju. E ne do të kthehemi në studio për bisedën e radhës. Neve u kthyem në studio për të diskutuar për një çështje mjaft të rëndësishme që ka të bëjë me saktësisht me punën tonë. Shpesh herë gjatë rrugës tonë mund të hasim edhe në kërcënime edhe nga disa njerëz të cilët ju pengon puna se si e bëjmë neve gazetarëve. Një rast të tillë ka pas edhe një kolege imja, pra është Arta Ramiqi, e cila ka pasur një rast mjaft të ndjeshëm në të cilin është përfshirë e gjithë familja saj. Ajo dje përmes një postimi në Facebook ka deklaruar për rastin e saj, po për të folur në hollësi për këtë çështje, me mua në lidhje direkte është Arta e cila do të na njoftoj më shumë në lidhje me atë se çka i ka ndodhur. Arta, faleminderit shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodesës. Përshëndetje Djelza, faleminderit shumë që e ta historie bashkëret.
Arta, juve fillimisht si ka ardhur deri tek kjo problemi me ata persona që vazhdimisht ju kanë ndjekur juve dhe familjen e juaj, pasi ju raportuat dhe bët punën e juaj si duhet? Si që dihet në Kosovë, shpesh gazetarët janë cak i sulmeve nga të ndryshëm. Kjo gjë është bë edhe me përhapur ndoshta për shkak që rrjetet sociale ju kanë mundësu këtyre njerëzve një qasje më të lehtë, ndërsa në rastin tim, unë që nga 17 kam fillu të marrë kërcënime. Mirë po, si erdhen këto kërcënime, Arta? Pse, cila ishte arsyeja që erdhe cak e këtyre kërcënimeve të disa individëve të caktuar? Gjithza, më falë, po unë po më vinë pak fjallë pak të rrjetit si duket, dhe ndoshta nuk po arritë t'i kap me njëherë. Do me thonë, 2017 kanë fillu kërcënimet e para, unë nuk i di motivet, por kanë qenë disa persona një person apo më shumë, por ta organizuar, kanë shkru, fillimisht kanë kontaktu në rrjetin, do me thonë, kur shkak të bashkëshortave të aktiviteteve politike, ato kërcënime nuk kanë mbetur në fillon, por kanë fillu që edhe të fillon. Në çdo vend kanë në parket, në park, deri te puna, deri sa kanë ardhur dhe këtu te banesat. Na kanë thonë ditë, edhe ka ardhur këtu te banesa, ka qenë tonë unë të njëjtën ditë që e kam cekë, edhe të njëjtën doqë, vazhin këto shihet, kanë ardhur ata persona që nuk e di kush janë ata ose ai, dhe e kanë sjell një boll para derës tem, me na tregu që e kanë gjetë derën tonë edhe që e din adresën tonë. Pra ju e keni edhe foto të ilustruar me gjitha ato se çka ata me saksisht ju kanë bërë juve? Fillimisht ka ardhur kjo foto që shihet është Ahmet Krasniqi. Ahmet Krasniqi, ministri i vrarë gjatë luftës në Kosovë, që ende nuk është zbardhë fati i tij. Dhe bashkëshorti tim ka qenë ministri i parë i luftës, Ahmet Krasniqi. Mandej ka ardhur kjo foto këto tjetra, do të thonë me Arta, ndonjëherë po ju ndëgjoj me ndërprerje për shkak të rrjetit. Po. Me thonë ka ardhur foto tjetër prej atyre që më kanë kërcënuar, sepse i kam foto. Me thonë ka ardhur foto tjetër, do me thonë me grila. Ky ka qenë një kërcënim që nëse bashkëshorti im nuk e lëshon Kosovën, ku me gjetë fati apo ja. Këtu kanë qenë vetëm disa, bile këto është edhe një kërcënim direkt që unë kam cek, që e kam do me thonë, ndoshta po e shefni që e kam diskutu me atë vrasë. Gjithmonë po them të mundshëm, sepse po flas prej kondit si gazetare dhe natyrisht si familjare. Ky në fillim, domethënë kur unë kam shënju me gisht, është mesazhi i kërcënuesit. Po. Thotë ndër të tjera, unë i përgjigjem që nuk më intereson shantazhet e Olta dhe ai më thotë qashtu edhe Mus Ademi më thojke. Do me thonë Mus Ademi, unë nuk e di kush është një djalë. Thotë dhe nuk me po tani u denu ashtu si që i kam thënë. Nejse pra, do thonë, kyna kërcënon na ban shantazh vazhdimisht.
për me lona Kosovë, me ikë për Kosovës, mandej unë i kom thonë që nuk më interesojnë kush dënohet e çka bëhet, edhe që do ta lajmëroj në organet e rendit. Ata dosha më të pyeta, janë në njohuri institucionet e sigurisë në vend për këtë rast? Deshta me cek njëmza, do me thonë, më falë, djelza, këtë deshta me cek, se ka dhe shumë mesazhe tjera, më tha shumë biseda, po për shkak të Ndjeshmërisë, po. ndjeshmërisë dhe nivelit të ullt të grupet e kanë bo, dhe që kanë përmend shumë njerëz, unë e këtu e lexoj matutje. Dhe unë i kom marrë këtu, bashkë me telefonin tim, e kam dërgu në policinë e Kosovës dhe ja kom në policisë Kosovës telefonin tim, dhe më ja kom besu që ata me monitoru edhe me pa që prej nga po vinë këtu mesazhe. Atje ka qenë një grup i djemve, polis, dhe më thonë shumë që kanë punu në kibernetik, ata kanë qenë shumë bashkëpunues. Por nuk kur u zbulu prej kujt po vinë, vendosën me hesht, por nuk besoj që kanë vendosur ata djem, po dikush pak më lart. Edhe e kom spjegu çdo thirrje, çdo mesazh që ma kanë çuar matutje, ju kanë lidhur drejt aty ka ardhur një hetus, edhe është mundu me mba presion, me më thonë që du të me lënë këtë temë, ose nuk është kur gja kjo temë, shele rritin social, e që se farë, dhe me thonë që presion si gazetare që jam, unë e di që është presionin dhe ka qenë. Mirë parta, ke ba ankesë edhe në lidhje me këtë personin i cili ju ka ba thirrje që ju të mbyllni këtë çështje? Ju, djelza nuk kam bë kërkesë dhe nuk e di asa dhe emni ati kush është. Mandej e kum pas një hetus tjetër, me thonë, qaj hetusi që ka ardhë në, do me thonë vetëm është fut në hetimin e hetusit me cilin është jam marrë ka qenë hetusi Besnik, mbi emrin më kajk. Po, pas të unë jam dërgua dhe landën juve. Po. Edhe ajo çka më ka shqetësu që kanë qenë standardet të dy feshta, sepse dihen disa raste të gazetarëve, por sa janë kërcënu me njerë, policia ka marrë masa, i ka mbrojt ata, dorsa në rastin tim, rastësi potencial i imi dhe i familjes time është dhe më ka përcjell dhe policia kanë pas mundësi me i marrë kamerat, se ai ka qenë, do me thonë, gjithkohon, unë e ku mbo dhe për shkrimin e ati që edhe kanë pas mundësi me kap ato, do me thonë vepër, kanë pas mundësi me kap, se besoj që kanë qenë edhe ma shumë. Rasit ja fare nuk arë, rasit e ka nusje, mirë po, deri me tani, unë nuk kam marrë asnjë përgjigje prej policisë, prej kujt do të muru, cili ka qenë motivi, megjithëse unë si gazetare dyshoj, i kam dy cake që e adresoj këtë problem, edhe në bazë të mesazheve mundet me u kuptu, mirë po policia është dashur mu lajmëru mu, e ka për detyrë prej kujt unë do të muru, prej kujt duhet familja e muru, sa jam e sigurt unë me lëviz, se përveç që më kanë thonë mos lëviz natën, ose herët me gjedhë, me thonë porësi kështu verbali që kam marrë, nuk më kanë thonë diçka tjetër, po Orta ndonjëherë nuk po ju dëgjojmë për shkak të rrjetit. Po besoj që do të rregullohet me kohën. Mbetëm duke na treguar për kohën se kur juve do të lëvizni, pra të mos lëvizni herët në mëngjes edhe natën. Po, do me thonë përveç këtyve bisedave verbale që mi kanë thonë, nuk më kanë treguar asgjë, prej kujt unë rrezikohem, prej kujt kërcënohem, sa janë të rrezikshëm këta njerëz, a i përkasin ndonjë organizate kriminale, a organizate terroriste, a
grupacione, do me thonë, na nuk e kemi ditë, ose ndonjë individi të shtyrë politikisht, ose kush do të qoftaj me na tregu, do me thonë, prej kujt unë dhe familja ime duhet të ruhemi. Ku përveç teje, pra, janë kërcënuar edhe anëtarë të tjerë të familjes, pra, Arta, apo jo? Po, do me thonë, është kërcënu edhe, kjo ka që, fillimi i këtij sulmit ka qenë pikërisht, do me thonë, familja ime, burri em, edhe unë zakonisht jam përcjell kur jam dalë me vajzën e madhe, për cilën unë kam shumë breng, sepse ajo u thënë çdo ditë për në shkollën e saj, dhe unë kam shumë breng që ta persona mujnë me e rreziku jetën e sajna. Do me thonë, policia nuk ka marrë as edhe një lëvizje sa më të vogël që me e siguru familjen tonë. Unë ma herët nuk kam dashur me bë këtë temë mediale, për shkak të privatësisë së vajzës time, edhe për shkak të ngjarjeve politike, domethënë që është përmend edhe koloneli Ahmet Krasni, që ku dihet që rasti i tij është i pazbuluar dhe mandej janë bërë shumë lëvizje. Nuk kam dashur me cek këto, po më ka qenë me rëndësi si gazetare qysh policia nuk e kanë hetu këtë rast. Sepse ai njeri ka vdekur në rrethonat e panjohura gjatë luftës, dhe bashkëshorti im është ndihmësi i tij ka qenë, i forcave të armatosura të Kosovës, dhe qysh nuk e kanë pas frikën policia që çata vrasës mund me qenë edhe vrasës potencial të bashkëshortit tim. Do me thonë, është tepër shqetësuese që institucionet e Kosovës bëjnë selektim të jetave të njerëzve. Unë besoj, Arta, se duhet të besojmë në drejtësinë në vendin tonë dhe këto raste, si edhe rastet e tjera të gjykohen dhe të gjitendet fajtori për këto çështje. Ne si gazetare kemi për detyrë që të gjithë qytetarëve t'ju themi se këto institucione çdo herë do të na hyjnë në punë edhe do të na ofrojnë siguri në vend. Unë uroj që edhe çështja juaj të zgjidhet sa më shpejt, duke ditur punën tonë të ndjeshme të cilën kemi në terren çdo ditë, dhe kemi punë me shumë njerëz të panjohur, të cilët mund të na çojnë edhe në kërcënime të radhës. Ilza, unë kam pas besim të madh në institucionet e Kosovës, për shkak që unë jam qytetare e Republikës Kosovës. Jam taksapaguese e këtij vendit, dhe po jetoj në këtë vend. Do me thonë, besimi jam në institucionet e Kosovës ka qenë aq i madh, saqë janë bërë shantazhim edhe kërcënime deri në vrasje. Bile kam këtu një mesazh ku ma vonë, do me thonë tashte në këto vitet, ku njerëz me emra dhe mbi emra komentojnë mbi profilin tim dhe thonë duhet me kallë me benzin, duhet me prej me sakicë, lulballit. Po unë çaq kum pas besim në institucionet tona dhe nuk kom dasht asnjëherë me ikë prej këtij vendit me jetu në këtë vend. Mirë po tani, duke i parë rrjedhat që po shkojnë në Kosovë dhe duke i parë që institucionet e Kosovës nuk po marrin edhe asnjë hap sa më të vogël që neve më na dhon ma nuk di a me drejtësi edhe ku me e kërku drejtësin. Ka njerë që dalin për media dhe bojnë thirrje linçuese, do me thonë na kontestojnë shqiptarin, kjo është ami dhe kjo nuk është shqiptare, kësaj duhet m'ja bën lul të ballit, ose ka dhe analista që e kontestojnë shqiptarien e burrit tem, ose shqiptarien tem, edhe pikërisht mendoj që edhe media e ka një faj tepër të madh që ju jep këtyre njerëzve hapësirë me diskreditu njerëz edhe me na bë cak i sulmeve të rrezikshme të kriminalëve të cilët emën dhe mujnë në çdo moment me na rreziku jetën. Fundi cili njeri donte ta vriste një terrorist. Mua terrorist në mediume, pse mos me dalë me mbra mu ose fëmijën e me në rrugë. Dhe reagim, ta sqaroj pse pikërisht e bona këtë reagim. Reagimi im e njëhershëm tashti në këtë kohë që kam bërë denoncimin publik ka qenë pikërisht për shkak të një debati
që është mbajt në Klan Kosova, do me thonë një ditë para se ta bëj une denoncimin, dhe bashkëshorti im, gjithashtu është kolonel, sikur se e cika edhe me herët, ka qenë i ftuar në cilësinë e oficerit të karrierës aty, ka qenë për siguri, dhe dy persona që kanë shpreh mlefin pikërisht sikur këta kërcënuesit këtu në mesazhe. Dhe kjo më ka vënë mua në rrezik të drejt për drejt, mua dhe vajzat e mia. Tani unë po mendoj, për çdo ditë që shkoj në punë, a thua kush do të më pret para derës? A thua do të jetë ai njeri me kapelen e zezë që më pret para derës të banesës time dhe sjell deri te puna ime. Arta, unë të falenderoj shumë që e ndave gjithë këtë historinë tënde me neve dhe urojmë që të zbardhet sa më shpejt e rasti juaj dhe ata të cilët ju kërcënojnë çdo ditë juve dhe të gjithë gazetarëve në vend që të vijen prapa grillave dhe të mos kemi raste të tjera të përsëritura. Unë të njoh ty si një vajzë si shumë zonja e cila ka thyer shumë tabu në vendin tonë dhe edhe kjo çështje nuk do të jetë pengesë në karrierën tënde edhe në rrugtimin tënd si gazetare. Faleminderit shumë, Djelza. Faleminderit shumë. Unë falenderoj shumë që ishe pjesë e Infodes. Shpresoj që herën tjetër do të jesh bashkë me mua në studio për të diskutuar tema mjaft të rëndësishme për vendin edhe për tema që kanë të bëjnë me punën tënde si gazetare. Faleminderit, Djelza. Faleminderit shumë. Është kënaqësi kur ke kolegë sikurse jo që të përkrojnë dhe të japin kurajo për të vazhduar tutje. Unë të uroj shumë shëndet edhe gjitha të mira dhe shumë suksese mbi të gjitha. E të ndëruar të shikues të Infodes, neve kaq kishim për sonte, deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.